bëhet shumë shpesh kjo pyetje nga pacientët, a parandalohet? Presbiopia nuk parandalohet 100%, absolutisht s'ka shanse të parandalohet, se i bie sikur të them unë, a parandalohet plakja? Nuk parandalohet plakja. Thjesht kujdese me mirëmbajemi, por nuk e parandalojmë dot, sepse presbiopia ka të bëjë me plakjen e syrit. Pra është e moshës që fillon në moshën 40-45 vjeç. Në fillim e ke në shifra të ulta, mund të fillojë me plus 0.5, plus 0.75, fillon gradualisht të rritet, domethënë çdo 5 vjet numri të ndryshon. Deri në moshën 60 vjeç, presbiopia ka trendin që të rritet numri. Në moshën 60 vjeç pastaj ajo stopon, nuk është se rritet më numri, teorikisht i bie 60 vjeç ta kesh plus 3, teorikisht. Por ka raste që mund të jetë pacienti është më i madh se unë, është 80 dhe nuk ka, sepse janë të rralla këto, varet se çfarë jete ka bërë, a ka lexuar, s'ka lexuar, janë dhe gjenetike, ka që kanë gjenetikisht gene shumë të forta por unë po flas e përgjithshmja që nuk parandalohet, por thjesht korrigjohet me syze që thamë, kjo bëhet korrigjimi me syze, bëhet korrigjimi me lente multifokale, tani që kanë hyrë të fundit, pra është komode, nuk është një gjë që ne nuk e quajmë mbajtjen e syzeve për afër, e quajmë normale, presbiopia është normale.